Përshëndetje të nderuar miq, java kalon shpejt dhe takohemi përsëri në E përsi. Jemi në episodin e radhës dhe do t'ja kushtojmë tërësisht ekipit ton kombëtar të futbollit. Siç e shikoni, me mua dhe Arlindin është në studio Astrita Fizi, një nga personazhet më të njohur të futbollit në vend, ish lojtari i Vllaznisë, ish trajneri i kësaj skuadre dhe pastaj për një periudhë vërtet të rëndësishme të zhvillimit të futbollit në vend ka qenë trajneri i përfaqësuesës tonë dhe pasi është shkëputur nga përfaqësuesja e Shqipërisë, ka provuar të punojë me skuadra të ndryshme në vend. Aktualisht është një ndër specialistët e futbollit dhe pedagog i futbollit në universitetet private në Tiranë. Zotja Fizi, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që keni ardhur në E përsi. Faleminderit edhe ju. Arlind, kemi kaluar 7 ditë, 8 ditë nga ndeshja e fundit e përfaqësuesës sonë, ajo me Andorrën, pra Shqipëria ka filluar fushatën eliminatore drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kanadas dhe Meksikës, dhe tashmë që gjërat janë më të ftohta, si i vlerëson dy ndeshjet e parë? Pra kanë kaluar ditë, gjërat mund të japim një vlerësim tjetër në ndryshim ndoshta nga ai që kemi bërë me Adi Metaliun. Po pak a shumë brenda pritshmërive do të themi. Sa i përket pikëve. Më pas lojës, si tek ndeshja e parë lojë dhe tek ndeshja e dytë, është për të diskutuar, por për sa i përket pikëve, brenda pritshmërive që mund të kemi patur neve dhe stafi drejtues, duhet besoj. Profesor, 2 ndeshje, 3 pikë, mirë, keq apo pranueshëm? Si marrje pikësh unë mendoj, mendoj që është mirë. Duke pas parasysh që kishim ndeshjen e parë me Anglinë, nuk është prit ndoshta një rezultat surprizë, sepse gjithë e kemi pranuar se kush është Anglia. Po mu me vjen keq duke pas parasysh atë që paraqet Anglia në fushë, që nuk është Anglia. Dhe në bazë asaj ne përsëri e humbim ndeshjen. Pra, po të kemi Anglinë ashtu si duhet të jetë Anglia, normalisht është një skuadër që ne kemi shumë punë për ta përmbysur atë skuadër që nuk më bëhet më njëherë. Tani duhet, se me mua mund të më kundërshtosh kur nëse do të them unë që nuk është Anglia, po jo, tani që nuk është. E diskutuam këtë. Mister, diskutuam këtë që ato nuk janë gati, trajneri i ri dhe ne shpresonin të vidhim diçka aty. Normalisht. Ja ti kthehemi kësaj ndeshje duke pas parasysh gjithmonë ne shikojmë atë rezultatin. A është i thellë, a nuk është i thellë? Sidomos kur kemi të bëjmë me këto skuadra që janë nivelit lartë, Gjermania, Italia, Hollanda, Franca, Elita. Spanja, apo kur i përmendmen edhe në eliminatorët e Europianit. Unë shikoj duke pas parasysh aty që paraqitin skuadrat në fushë. Jo emrin. Me të vërtetë në letër ti thu kemi një përballë një skuadër shumë të fortë. Normal, me ty. Jam edhe me gjithë opinionin sportiv. Por kur shoh në lojë një skuadër e cila është mediokër në mënyrën e fantazisë dhe në krijimtarisë së saj, në krijimin e rasteve, të cilat ne jemi dëshmitar se pam ndeshjen. Ata mund të kishin një rast tjetër përpara që shtoi edhe Gjimshiti, që shtoi edhe atë momentin e Kane. Por në përgjithësi loja e tyre ishte me të meta. Shikoni pak me kujdes, me të vërtetë ato fituan ndeshjen. Por shtypja aty ka qenë shumë i egër. Apo ja, jemi dëshmitar. E vërtet. E kritikuan skuadrën, kritikuan edhe Tuchel. Tuchelin, po. Mos harrojmë se para 2-3 vjetëve më duket me re, mos gabohen në Angli, për 45 minuta na kanë bërë 5 gola. Po. Në nëntorin e vitit 2021. Kështu ka qenë para 4 vjetëve, bën 4. Pra kush ishte ajo në atë kohë, edhe kush ishim ne tash kësaj radhe. Tash pse mos shfrytëzojmë në këto momente të cilat ne steptemi. Ne presim gjithmonë Na godet emri? Shumë. Këtë të cilën ne nuk po e zgjidhim dhe sidomos këtë kërkoj të paktën çdo trajner me që je dhe i huaj. Nëse flasim për trajnerat tonë, mund të themi që s'kan eksperiencë ose përvojë. Po ti të kesh një trajner që jo kësaj rradhe, po gjithmonë kemi pas edhe trajnerë të huaj të cilët nuk marrin domethënë përsipër që ndaj një kundërshtari me emër, ne tregojmë ata aftësi që kemi fundi s'kemë çfarë për të humbur ose prangat. Pra kjo është një moment i cilën bota jashtë, edhe pse fiton me ne Anglia, siç fitu me ne me Andorrën, ne kalojmë në superlativa për skuadrën, të cilën edhe për fitoren me Andorrën, se do të kthehemi asaj, ne kishim defekte, sidomos pjesën e dytë. Ndeshja e dytë e Anglisë ka qenë më efikase në Wembley se sa me Shqipërinë.
A ishte ndeshja e dytë dhe e Tuchelit. Shumë të për raste. Po pse kaq nevojë ka një trajner i këtij niveli me këtë Tu dalëm skuadër tek misteri. që ta shoh skuadrën, po themi 90 minutat e para dhe pastaj 90 minutat e dyta si trajneri dhe skuadra të funksionojnë më mirë me njëri tjetrin? Kaq problem është sepse nuk është se Shqipëria dhe Letonia kanë diferenca të mëdha. Unë besoj se Ka që dobët është kemi Letonia diferenca. krahasuar me neve? Do të besoj që kemi diferenca. Që jemi më mirë. Do të besoj. Shiko. Ne nuk po zgjidhim atë që thashë unë në fillim që nuk po zgjidhim, domethënë ke kundërshtar kemi përpara. E lëm emrin. Duke pa pjesën si u zhvillu loja me Anglinë, ne kishim mundësi paktën pjesën e dytë të marrim përsipër, të kemi iniciativë, domethënë të tentojmë për të rreziku. Me vjen keq, po nëse ne i përmbajmë statistikave, ne na dalin ku do ndeshjet tona, ne nuk kemi gjujt një herë në portë. Unë flas për kuadrate, ëh? Po. Nuk flas për topat që dalin jashtë, statistikat. Po s'është porta. Ne nuk kemi gjujt edhe në portë edhe në edicionin europiane që ne ishim me Çekin, Polonin, kemi pas ndeshje me Gjorgjin këtu, që na mposhtën gjitha drejtimet, një herë në portë. Pra, këto janë disa karakteristikat e cilat ne nuk po arrijmë të kemi një mënyrë loje, një stil loje, të cilën çdo skuadër ka. Nuk po krijojmë një identitet tonë? Identitet këtu Patën është. modeli jon. Se Pa, kemi. Shqipërisë. Si lujmë ne? Ku kemi lujtë një ndeshje që ne ta marrim si model? Ne nuk kemi. E dorëzuam ndeshjet, i kthemi përsëri ndeshjet që kemi lujtë në Europian me Italinë. Kjo është e vërtetë. Për 10 minuta na kanë bërë 2 gole italian, sa kemi bërë për 27 sekonda golin e parë, ha? Ne kemi rezultate, por jo një model. Një model. Këtu është e problemi, që ku kemi një model që ne krenohemi. Ne mund të kemi defekte sa dush, që ne vazhdimisht fillojmë t'i riparojmë, të mendojmë që do dalim edhe babir herë tjetër, do kalojnë vite, po tash t'i kthehemi para 20 e sa vjetëve që kemi luajtur me skuadra po me emër, se edhe në atë kohë kur ka luajtur Shqipëria me Gjermaninë, po kampiona botër kanë qenë ata. Po. I njëjti status ka qenë. Gjermania në 90-ën kampion e botës. Në 96-ën ka Kampion e luajtur Europet. Pra pse i marrim në kur luajmë me Italinë, kampion e botës dhe Europet, apo me Spanjën, apo edhe me Kroacinë që ka dalë katërt apo e dyta. Pse i shohim me Pse i shohim kështu? I shohim pak si inferior? Atë për justifikim. Se kështu bjen, për justifikim çdo trajner pra duhet mendu. I para prim atij rezultatit të dobët? Ermal, shikoni pak edhe intervistën e Silvinit, po kthehem prapë të ndeshjet e fundit. Ne mund të pësoshim edhe 4-5 gola thotë. Po. Me Anglinë. Kështu tha pas ndeshjes me Anglinë. Dhe me thonë, ne morem masat që mos të turpnori. Kështu i bjen, mos turpnori. Pra u munduam të pësojmë sa më pak. Kjo është një thane që cilën një trajner normalisht nuk Loser është si deklarat loser disfatiste. Dhe me që unë jam tash do të gjykoni kështu si kemi dalë 2-0, jemi me dinjitet. Ose siç themi në jargon, golin e tretë nuk e hëngrëm. Atëherë, cilën pranon ti ndeshje se po bëj disa krahasime paralele edhe me vendin tonë që kemi më afër që Kosova. 5-3 që ka humbë në Wembley me Anglinë Kosova, apo 2-0 që humbë me ne. Me 2 gola janë të dyja. Unë do mërsha 5-3. Ose ke shënuar 3 gola, kjo është Kam shënuar 3 gola, a Jo kupta? 3, tentuan edhe për të 4 Tu pra, çose e mani mend, pra. Po unë kam ndjekur atë ndeshje. Atëherë, pse ato e kanë këtë mundësi dhe shprehen cili do kundërshtar kanë përpara, nuk pyesin fare. Pavarësisht edhe mund ta humbin ndeshjen siç e kanë humbur. Dhe nuk janë kualifikuar. Ti ke je më efikas tek pjesa e kualifikimit, por nuk je tërheqës në lojën që bëjmë. Atëherë ti kthehemi asaj që unë edhe me masmarimit e Europianit, ja kam shpreh diçka të tillë për vazhdimsinë e Silvinës, po ose jo. Edhe unë kam thënë jo. Me gjithë vlerësimet edhe respektin për punën që ka bëj ose në fillimisht kur erdhi. Sepse nuk po jep kuptimin e saj pri mënyrës së lojës, as më tepër që krijon një fizionomi që quhet edhe braziliano, gjys brazilian e gjys europian, kështu kuptimin e saj që ka luajtur edhe me skuadra të mëdha, ti pse si jep atë që ti ke pas për veten tënde, si me karakteristikë të lojës tënde. Një mbrojtës i majt me ti para sulmuese, që unë e maj mend, e marrim edhe jo. Manchester City, Barcelona. Pra, aq më tepër vjen edhe nga Brazili, Arsenal. Pa, çfarë nivelit të lartë. Pse se transmeton këtij atë aftësi që ki pas në mënyrën e lojës, se nuk ki qenë lojtar i rëndomt, ku do ta vetëm për të shkatërru apo të bë. Pra kjo është një diçka të cilën ne si skuadër kombëtare, ne na duhet edhe trajnerë që rrezikojnë
domethënë kërkojnë që nesër pas nesër të vim, të kalojnë disa etapa, u kualifikuar në Europian pa. Pse stentojnë për të dalë në grup? Kjo vjen detyra tjetër, të cilën Faza e dytë. Faza e dytë, që vjen për herë të parë ajo Georgia, a hyni për herë të parë? Po edhe tërheqse vetëse. Shumë tërheqse në lojë. Mister, Shikoni shumë me tërheqse. pa pra. Portugalin. Nuk po flas vetëm për Po, Gvicën. Unë Tërheqës si ekip. kam pa pra Georgjin, e cila Kishte një nga shënuesit më të mirë të Europian. vjen për herë të parë, kualifikohet. E kalon grupin. Pse se bën ti? Me lojë të bukur, Mirë ne kaluam herën e parë shkuam në 2016. pa përvojë. Ajt ma themi që morë me disa gjana që ne. Pse kse rrallë? Gjithmonë me atë njën për lujt me kampionët e botës, edhe u gëzume dhe erdhme pse dol me 2-2 me Kroacin. Që Kroacia ishte në avantazh lojës edhe mund ta merrte ndeshjen tonë dhe Kroacia me barazimin me Italinë u eliminu. Se Po, Kroacia ishte për dal. Po, për të kaluar grupin. Pikërisht pra. Dhe kjo për na mungon ne, atë më tepër kur flasim për trajnerët huaj. Atë për çfarë i marrim të trajnerët huaj? Le të shohim pak klasifikimin. Si do të vazhdoj rruga jonë. Pas 2 ndeshjeve të para, profesor, kemi 3 pikë, një gol e varazh +1, 3 pikë ka dhe Letonia, por ka një gol e varazh -2. Serbia nuk e ka filluar akoma kampionatin e saj europian dhe do ta startoj pikërisht me Shqipërinë. Për sa kohë do të jemi aty në vend dytë? Ose ndryshe, sa shanse kemi të qëndrojmë në vendin e dytë në këtë grup? Kështu në mënyrën e lojës, unë mendoj që atë që e përmenda pak më përpara, ne kemi dobësi, kemi disa mungesa, sidomos lojën sulmuese. Në qoftë se flasim edhe për ndeshjen e fundit që lutme me Andorën, përveç pjesës së parë, defektin e shfaqim pjesën e dytë. Mos harrojmë se në 94 minutë kemi ba golin e tretë, kuptohet po. Pra, kjo na pengon edhe na jep një mundësi të cilën e shohim shumë të pakët se sa do të arrijmë. Çdo gjë mund të ndodhi në futboll, po. Unë mendoj që duke pas parasysh që kemi luajtur me kundërshtar shumë modest, ne alla kërkojmë domethënë bëmi një fitore ose siç quhet ajo ose deliri i mallështisë ekziston te ne edhe vazhdon përsëri. Kjo është puna jote si trajner. Marrim shembullin e ndeshjes të fundit të grupeve që ishin në Europian në National League. Mas fitores që kemi fituar në Gjorgji 1-0. Kemi bërë 2 barazime me Moldavin edhe me Ishut Faroe në Shqipëri, që ishin në Sidomos kjo Ishujve Faroe, pastaj ishte ne mendon që do marrim 6 pikë. po. Ne pavarësisht se ne kishim dalë, më duket mos gabohemi, 1 pikë na u dote. Shikoni pra ne edhe nga një ndeshje që fitojmë, ne nuk nxjerrim disa konkluzione, si çështja e kemë Andorën. Unë nuk kam një gjukull edhe për trajnerin të flasë, vetëm gjithmonë në shumë formacionin, në shumë si lojës, asgjë si ishte në kuptimin e saj. Ti mund të lushe edhe jo pas 3 vite të bësh atë formacion, po pa asnjë ditë mos delçën në fush, ne kishim një kundërshtar shumë modest. Tash nëse ti do ta marrësh vetëm për gjysmë lojë që ke luajtur me Andorën dhe kërkon pastaj që me të jetë një ndeshje stimul për ndeshjen e Serbisë. Unë mendoj që është gabim. Unë mendoj që na jep një tabull të re të mënyrës se si do luajë skuadra jonë. Pra ti nuk e ke qartë akoma me mënyrën si ke lojtarët dhe të shfrytëzosh maksimumin për secilit ty të marrin maksimumin. Edhe nëse ti bën një ndryshim, siç ishte ndryshimi i sulmit, jo brojën e futet nga djatha, por brojën del edhe nga djatha dhe po si the. Është stili lojës. E ka mënyrën e tij të lojës. Depërtimet e tij nga krah, pra e kemi pa në Angli, e kemi pa kudo dhe me kombëtarin ton, mjafton 2 gole që i ka bërë Hungarisë. Një këtu e një atje. Po sprint, po i tërheqet fort fizike, pra i ka zgjidhur vetë problemet. Këtu nuk është se bëmi një taktik të madhe. Kështu që unë e shikoj Ermal, domethënë derisa nuk nxjerrim konkluzione, loja e on do na mbetet. Në qoftë se do presim çfarë do gaboj kundërshtar. Super të kujdesshëm, super të kalkuluar, tipik italian. Po ndërkohë nuk ke atë kundërsulmin italian, ti je thjesht pritës shumë i mirë. Jo, ne pamë edhe Italinë 0-3 ishte me 3-0 me Gjermani. Me Gjermani. Pa më pjesën e dytë bëni kjo 3. Është situatë kritike. Tjetër muhabet, tjetër problem tjetër. Por jo Italia që ishte në kampionatin evropian, të cilën ne pamë edhe si luajtin kundër Spanjës apo kundër këtyre Kroacisë. E na lëm ne, se për ne për 10 minuta na bëni 2 gola. Kur i dësht atë që arriti, që edhe ajo atë ditë ishte në nivelin e saj. Dhe ne arritëm të marrim një paktë minimale që ishte barazimi.
me Serbinë në shtëpi. Për të fundit herë kemi psuar 2 gola në kohë shtesë në Elbasan Arena. Do ta presim në Tiranë, besoj. Në Arena Kombëtare do të zhvillohet kjo ndeshje. Mund të pretendojmë? Kemi ndonjë mundësi të marrim pikë në këtë ndeshje? Shikoj Armal, nëse ne futemi përsëri me atë mendimin që unë e përmenda pak përpara. Këto janë më mirë se ne, këto kanë traditën, këto kanë eksperiencë, kanë lojtarë që luajnë në klubet më të mira të Europës. Ne gabojmë përsëri, se i kthemi prapë asaj të parë, si luajmë me këto skuadrat e mira dhe gjithmonë duke menduar janë kampionë e Europës apo botet, apo këto lojtarë luajnë me Realin apo me Barcelonën me radhë. Nëse ne ti masim si forca, duke pas parasysh se kush janë ato unë e di që ata janë ndoshta pak më nel se ne, duke pas parasysh që ata marrin pjesë rregullisht në Europian, edhe pse u eliminuan atë kohë që ne i eliminuame, erdhi një moment që erdhën ngjarjet e tilla. Nesha që u bë skandalin e Serbi apo probleme të tjera që ne përfituam. Kjo është një problem. Rrethanat, kushtet. Po jo se ne ishim më mirë se ato dhe se Danimarka. Të flasim realitetin. Ne nuk arritme realisht. Ose Portugalia, ne bëm 1-0 atje me bale, ata erdhen këtu përsëri fitune. Ose dolen kampionë e Europës. Tani shih ecurinë të trejave ti pas eliminatorëve të 2016. Shih ecurinë e trejave. Ato kanë marrë kemi qenë neve pastaj. Ato kanë marrë pjesë vazhdimisht në Europian 2000 edhe botror në Europian 2020 apo me radhë apo në botror 2018. Këto ishin pra veprimet e cilat ne nuk po i zgjidhim ashtu si duhet. Dhe me Letonin pastaj 3 ditë pas Serbisë? Apo me Letonin nuk duhet të diskutojmë pikët maksimale? Nëse ne flasim gjithmonë me atë çfarë paraqitet në letër, 6 pikë Andorës dhe 6 Letonisë duhet i marrim. Paktën 12 pikë duhet patjetër. Po mos harrojmë edhe këtë që ne llogaritme edhe me Moldavin, edhe me Ishët Faroe 12 pikë. Në fakt smorme 12 pikë. Pra janë disa gjëra të cilat po vazhdojnë dal nga dal, edhe nuk po zhduken nga mendja jon mënyra e saj, si zhduket. Po zhduket sepse drejtuesi i skuadrës, trajneri, është ai që fut, motivon skuadrën në gjitha situatat e lojës për të dalë dhe për të treguar ashtu si duhet nivelit e saj. Ne, duke pas parasysh, mjafton intervista që dha një ditë përpara ndeshjes, duket në Angli, Reknap, ishte trajneri kombëtar Reknap, që ishte Harry Redknapp. Që tha një me kështu me përçmim. As ka për ta pa ndeshjen, tha çat shoh 4-5 gola. Pse arrin ai kështu? Sepse ka parasysh disa vite më përpara që ishte një ndeshje e tillë e cila duhet mu harru së shpejti sepse ne as guxuam me dalë herë nga porta, nga mezi i fushës. Ne kemi pasur disa raste të tilla kur kemi luajtur edhe në kohën e Bjazit me Spajën në Shkodër. S'kemi kaluar herë mezin e fushës. Si gjithmonë duke justifikuar. Ka me diferencat e mëdha apo ne i bëjmë vetë aq të mëdhenj kundërshtarët. Po pse po i kthem para gati 28-29 vite përpara. Po pse unë nuk e disha që Gjermania është më mirë se ne? Kush nuk e dinte këtu te ne? Që Gjermania është një skuadër për të pas lakmi, për të respektuar se kush është Gjermania. Po të hyshim ne se është Gjermania dhe ne do të kishim atë mentalitetin që presim, po ne të guxojmë edhe dham atë idenë e lojës që kushdo që tjetë, ne do të bëjmë atë sa kena mundësinë tonë. 5 gola i ka shënuar normalisht profesori Gjermanisë. Gati pra. Jashtë të dyja. Po të dyja. Pra kjo është një ide që te ke ti në dorë t'ia transmetosh lojtarëve. Kjo nuk transmetohet duke pas gjithmonë duke ruajt pozicionin ti si trajner, të ruaj karrigen, mos pse i humje të thellë, ta përmend edhe intervistën. Politikisht korrekt. Politikisht korrekt. Kem rënë një humje dilitoze. Edhe vetë ajo deklaratë e tij mas ndeshjes ne mund të pësoshim 5 gola. 5 gola. Unë nuk e di. Nuk e di. Dua të tregoj profesor listën e lojtarëve që ka grumbulluar Silvinho. Në vitin 2023, viti i parë i tij, e filloi edhe kjo pak e çuditshme. Ndeshjet e fundit të reja si ishin miqësore mund të bëheshin me Silvinho. Por vetëm një javë përpara e mori skuadrën dhe e filloi punën e tij me transfertën në Poloni. Yasir Hasani në 2023 ishte 27 vjeç. Anis Mehmeti ishte 22 vjeç. Arbnor Muja ishte 24 vjeç. Marvin Çuni ishte 21 vjeç. Mirlin Daku 25 vjeç. Ndërkohë në vitin 2024, në vitin e Europianit, Arber Hoxha ishte 25 vjeç, Medon Berisha debutoi madje në kampionatin Europian, në atë periudhë erdhi nga ekipi Shpresa,
Një ishte 20 vjeç, Sebastian Spahiu 24 vjeç, Indrit Tuci ishte 23 vjeç dhe Feta Fetaj ishte 18 vjeç. Në këtë vit kalendarik Adrion Pajaziti është 22 vjeç dhe Julian Sheu 26 vjeç, dy lojtarë që sapo kanë ardhur edhe kanë luajtur pra. Ndërkohë që jo të gjithë lojtarët që janë në këtë listë në momentin e parë që janë grumbulluar nuk kanë zbritur në fushën e lojës. Ermal, politika jonë e Federatës tonë të futbollit duke pas parasysh sektorin teknik apo duke përfshi gjithë ato që merren me anën teknike, duke përfshi edhe trajnerat, sikur ka vite, mos themi ka 20 vjet, që ne nisemi nga një mënyrë e seleksionimit të lojtarëve, gjithmonë duke shpresuar nga shqiptarët e Kosovës ose të Maqedonisë. Duke harruar lojtarët tonë që kemi her pas here këtu në Shqipëri dhe që duhet dalin. Kjo është pjesa jote tani. Do të dalin nga akademitë tona që kanë dalë gjithmonë. Diku më pak, diku më shumë. Jo duke në lehtësuar dhe këto që unë përmenda pak më përpara. Pra, i kalojmë syt me një herë të lojtarë që janë të formuar dhe janë gati, që ti të mos lodhesh fare. Dhe duke marrë dhe të fundit ishte Bruti, mos gabone, ishte një që u morë dhe u lënë tribun. Po. Dhe shprehu pak kënaqësitë e tij. Po pse? Unë po bëj vetëm një paralelizëm. Kemi dy lojtarë tonë shqiptar të Shqipërisë, Vata dhe Gruda. Po. Të dy nuk kanë kap asë një ekip nga të moshave nga 15 deri te 19. Fare. Nuk janë grumbulluar pra asnjë. Dhe i ditë bukur me diell, falen. Dhe i ditë bukur me diell, e shohim njëri duke luajtur në Mainzi, Po. dhe tjetrin duke luajtur në Skoci. Po. Rangers, mos gabojmë, ose Me Celtic, me këto grupet. Pastaj njërin e grumbullon 21-shi Gjerman, Gruden, dhe ti si ky lojtar si ka kalu fare fazat e grupeve të moshave, që thosh ky janë kalet. të dy, më fal që të ndërpres, kjo është një shaka miqësore. Profesorët i vjen keq më shumë se janë dhe të dy çuna Shkodre. Janë të dy çuna Shkodre. Qëllon, momenti qëllon për atë fatin, pavarësisht se kemi edhe një ekipin ton kombëtar, duke pas parasysh ato që janë sot, duke filluar me Bale që ka qenë përpara, Kumbulla, Hysaj, janë një pjesë që vijnë gjithë nga pjesa e veriut Shkodrës. Nuk të lë Shkodra. Bile më tepër se si për Shkodrës. Broja. Broja pa gjithë godin Broja. Pra unë mendoj që nuk hidhet sy këndej nga këta lojtarë, të cilët asnjëherë ne nuk kemi lojtar që vjen një 18 vjeçar ose 19 vjeçar nga këto ekipe. Këtu u bëm 2-1 tani. Dhe të futet sa Adi ishte pak nga ana ime. Ti e humbur këtu. Nuk e di se si do zgjidhet edhe sot. Fjalë. Ne kritikojmë të edhe njerin e quajmë tradhtar, tjetër këtë ti nuk vjen kur të kërkojmë ne. Jo më dhe nuk është kështu. Nuk është kështu. Ti je kujtu fare për mua. Dhe sot un kam lind atje, dikush, ose jam rrit atje, domethënë kam shku 2 vjeç, kam marrë kulturë dhe më kanë respektuar ato njerëz, sepse dikush më ka pa ka thënë, "Ky po është lojtar i talentuar." Pa ditë se kush është, a vjen nga Shqipëria, a vjen nga Gjermania, a vjen nga Skocia, a vjen nga Irlanda. Dhe ti në moment sa i delemni, ti e kërkon ky është lojtar dhe ky s'pranon me arse ose tradhtar. Kjo është Dalim tek pjesa e rekrutimit. Jemi jo 20, jemi 30-40 vite. U diskutua këtu që ka database federata. Normale. S'më intereson database-i mua. Profesorit se ku janë. S'më intereson database-i fare. Unë dua di kush janë talentet potencial të Shqipërisë, kudo gjithë botën, 15, 16, 17, ku janë e ku nuk janë. Po, ti kërkon. Çfarë kemi një 18 vjeçar, Feta Fetajn. Vjetë kishim 18. Do të ishim mendimin do të kishim një 10. Nuk është grumbulluar më. Do të kishim një grup 15-20 lojtarësh, 17-18 vjeçar që janë potencial për kombëtaren tani apo kombëtaren pas 1 apo 2-3 vitesh. A të bëj një diçka se kemi listën aty ja do ta qesë regjia për sinjë. I fundit Julian Sheo. Po. Po unë këtë lojtar, edhe jo, unë e kam pa dhe stërpan kampionatin tonë. Një lojtar i talentuar ishte edhe kur ishte para 4 vjetëve. Pra 4 vjetëve i thon 22 vjeç. Asnjëherë nuk u grumbullu me kombëtar. Pra një kohë e humbur. Po iku koha. Po Balliu 29 vjeç e kanë grumbulluar kombëtare. Po kishte kohë që lutën në Spanjë. Si su thirr ky lojtar duke ardhur në Spanjë, nga Spanja ose se si ishte Gjasula. Po. Edhe erdhen 28-29 vjeç. Pra, ai ishin lojtar të Shqipërisë. Pra, akademia jona kanë dalë nga këtu ato. Një pjesë kanë shkuar më shpejt në Gjermani, janë zhvilluar me ekipet e moshave atje dhe kanë përfituar. Pra, ky është një shans i madh për ty. Dhe ne spostojmë këtë grup lojtarësh
dhe merrna me këto, siç marrim këtu tash këtu pjesën më të madhe që u bë edhe ky marrja fundet e këtij lojtarit Bruti. Po çfarë rëndësi kishte ky lojtar ose sa i domosdoshëm ishte për ne, duke ja marrë Kosovës, që edhe ato bën pak zhurmë, disa prej tyre unë i thash mos u mërzitni. Si t'ju marrin Brutin, si t'ju marrin ja 5 si Bruti, ju prapë keni vërtet më mirë se sa ne. Se ju keni një grup lojtarësh, edhe pjesën më të madhe i keni jashtë, sepse kështu ka qenë edhe koha që kanë lëviz para nesh. E vërtet. Para nesh. Dalë te kultura dhe këtu. Kultura dhe edukat sportive quajmë ne. E familjes, kultura, disiplina. Edhe disiplina. Nuk mbëlqen ndonjëherë disa sjellje të cilat ne ai largohet nga Kosova, siç ishte Daku, pas gabon. Mirlin Daku. U grumullu dhe i tha atyre, unë jam për rezervë, do iki, dhe ne e marrim. Pra shikoni, sjelljen e tij atje dhe ne marrim të tillë lojtar këtu te ne. Nuk di. Profesori, kur po flisnim që po bënim gati këtë emision, ngriti një pyetje që realisht në atë moment u kujtova që shiko se pse nuk e kanë bërë tjerët. Pse Kosova nuk merr lojtarë të Shqipërisë? A kanë drejtë ato me marrë nga Shqipëria? Po. Atëherë ai që pyetja kanë bërë aty në të pjesës të gazetarëve të Kosovës. Pse ju nuk merrni nga Shqipëria? Domethënë si keni më të mirë se sa ne. Po një kënd mund të jetë ky, një kënd tjetër mund të jetë që ne kemi qenë më të suksesshëm dhe evidentojmë më lehtësisht për të bërë trampolinën. Gjasat janë vjojt besoj që gjasat e kemi më të mëdha ne pra për të kualifikuar në eventin e radhës se sa Kosova me gjithë dhimbjen. Shiko. Alin duke pas parasysh dhe ndoshta lojtarët e shfrytëzojnë këtë këtu, është një ekspozim më i madh se sa në Kosovë. Po cili po aktivizohet tu duke pas parasysh Ilem Gjimshitin që ka dhënë prova që përpara, edhe Ismaili që erdhi, dhe mos gabojm Ramadani nga Maqedonia, apo Bajrami nga Maqedonia, tjerët, cili ka arrit për të marrë një vlerë të madhe në krahasim atë që mund të merrte te Kosova. Po ka luajtur në Europian vjet për shembull to. Vlerë shtesë është kjo. Për kontratën e radhës, vlerë shtesë për karrierën. Kan luajtur në Europian me të vërtetë, po. Duke pas parasysh gjithmonë kanë qenë lojtarë të dorës dytë. Nuk kanë qenë lojtarë, po. Lojtarë ne përfituan, pra mungën brojat që ka 6-7 muaj që s'lun, patjetër do luaj Daku, do i Dakut ose kush ishte tjetër, do ishte Mana, pavarësisht se Mana është pjesë e akademisë tonë, po e quajmë që edhe ai ka ikë herët atje. Pra janë disa momente që dikush përfiton, situata që ndodhin. Por nuk është kjo arsyeja. Pse? Unë shoh përsëri, i referohemi kombëtarës së Kosovës. E kam pa edhe atë ditë me neshën e parë në Kosovë, me Islandën, edhe neshën e dytë. E kam pa dhe grupe të tjerë që kanë luajtur kalimin në Ligën B. Pra nuk do të kemi një përplasje Shqipëri-Kosovë. Duke pa mënyrën e saj të lojës, unë mes gjithmonë optimist se kjo skuadër do eci. Mos ka decisión, do vijë edicioni tjetër. Shikoni sa vende ka lëviz nga klasifikimi FIFA-s. Ka 100 sa ka qenë ka ardhur 99. Ne jemi të 66, pa 30 vende përpara. Shikoj se si do filloj ecuria saj duke pas një lojtar që luan në Spanjë, siç është Muriqi, duke shënuar 3 gole. Pra, shikojmë konceptin e lojës që kjo skuadër, me gjithë kurajeve që ka, edhe atë që e paraqisin në përgjithësi pjesa e shqiptarëve të Kosovës, egon e tyre, domethënë atë mentalitetin që nuk përkulen kush do të qofsh ti përpara mehet. Pra, bësh me qenë me brina, si themi ne ka. Ti 2 kam edhe unë 2 kam. Pra, kjo është një mentalitet i cili te ne nuk është futur si duhet, për arsye të ndryshme. Edhe për arsye të këtyre trajnerëve që ne kanë ardhur me Edhe Kosova trajner të huaj e ka, Gjerman. Pikërisht ky Franco Foda, shumë i mirë. Edhe ai Zvicrani, po. Bila ai ka u pak bazat e para. Edhe më kështu mendoj themelit i ka vendosur ai. Alin ka qenë 4-2-3-1. Po ky është një sistem i nivelit lartë, nuk është nivelit, domethënë që pasiv në lojë. Në ndeshje mjaft tërheqëse. Shumë tërheqëse. Edhe po vazhdon edhe mos harrojmë që ishte mangut Zhegrova, një nga lojtarët më të mirë sot që kanë ata. Alen Xhires nuk pati sukses aty. Nuk pati se normalisht janë disa momente që çdo trajner mund të ecë diku. Mos harrojmë që kemi bërë ndeshje miqësore në 95-ën në këtë. Jo 95-ën, po ka qenë mos gabojmë 2015, se 95-a ka qenë për herë të parë që kemi bërë ndeshje miqësore
me pjesën e, nuk e di, kemi shku në Mitrovic? Jo në Mitrovic, ka qenë një ndeshje miqësore, ka qenë duket me Kosovën, ka qenë, mos gaboja. Ajo ka qenë kohë shumë përpara. Po kjo e 2015-s. Kosova ka fitu 3-0 me ne. Që se mani me. 3-0, Dakor. që kemi pas portierin në portë. Mos ka qenë vllazërore kjo ndeshje? Miqësore. Gjithsesi. Miqësore ka qenë, po se cili ka të egon, ka edhe të shpirtin. Përfundim medalje, edhe okay, ndoshta. normale. Pra unë shoh mënyrën e lojës është normale. Edhe ajo lojë vazhdon, kuptohet, fitohet me eksperiencë. Ato faze kemi kaluar edhe në Shqipëri, nuk kemi më humje këtu të shkatruese. Ka iga ajo fazë jona. Atë fazë po kalon edhe Kosova, dal nga dal po vjen dhe rritet. Kështu që unë mendoj që ato, duke pas parasysh mënyrën se ndërtojnë lojën, lën me shpresu që ardhmja aty është e mirë. Kështu mendoj unë. Të flasim pak për një lojtar Lind, kishe gjë apo? Jo, Po, jam jep. tërësisht dakord me misterin këtu, tek e ardhmja atyre. Basket jam me diferencë me neve, sport individuale me diferencë me neve. Jam i bindur Judon sidomos e kanë basketi di ku janë krahasuar me neve? E dhimbshme. di që mbushin pallatin e sportit. Pallatet. Mirë, pallatin e sportit e Pra, kanë fjalën aty ku luajnë. Kanë konkurrencë, ka Kanë dhe kampionat të handballin, duket rrheqjes. mos gaboja, po pra, ka qenë do parakaloj edhe këtu jam plotësisht dakord me misterin, do parakaloj në futboll. Nuk e di. Kemi Kështu një është. lojtar që për momentin na bën të shpresojmë, nuk e di nëse do të jetë në gjendje të vazhdojë kështu, por pas 2 ndeshjeve të parë Reimanaj është një nga shumë lojtarë me 2 gola si Haaland, Kane, Mjovski, Pitas, Sørloth dhe Zviderski. Shik ka realizuar 3 gola dhe ndërkohë me Zviderskin, Hajradinovic, Bosnjak dhe me Martin Odegaard është kandidat për lojtarin më të mirë të raundit. Broja apo Manaj? Apo dhe të dy bashkë? Normal, në qose i shohim kësaj rradhe, është hera parë që luajtë 2 sulmuesat bashkë. Dhe kjo ndoshta edhe për Silvinion mori përsipër një vendosje të cilën nuk e bindi shumë mirë Hasani. Se ti e bindur që ti ishte Hasani, domethënë ai izolute. Njëri prej tyre izolute. Ndoshta edhe Mane mund mos lutet sepse Brojën s'kishte kuptin ai talente për strin në pa aktivizu në 11, kuptohet. Duke i vendos këtë lojtar të parin, domethënë ose duke hek dorë nga ky lojtar siç ishte Hasani, u hap një ide të cilën ai me të vërtet mori përsipër një vendosje, po ajo vendosje mund të ishte ndoshta edhe pak me rrezik sepse Me Andoron. të dy me Andoron mister? ishte, jo, me rrezik kuptimi që janë të dy lojtarë që luajnë për një vend që i thojmë në Nanç. Edhe ky bën një spostim në krahun tjetër të cilën si ti thoshe, si mos i thoshe Broja ne do ikte, edhe nuk do pyet të njëri në kuptimin e mirë të fjalës. Por duke menduar këtë, të cilën Manaj nuk e kemi pas gjithmonë lojtar kryesor të formacionit. Pra me të vërtet ka shënuar me Andorën, po prit se kemi disa ndeshje të tjera të cilat ne kemi pas gjithmonë vështirësi në lojën sulmuese, sepse dhe rezultatet tona kanë qenë minimale. Një gol me check-in kemi bë nga Bajrami, apo në një mënyrë tjetër siç kemi pas dhe kemi përfitu edhe me Gjorgjin që shku me fitum atje 1-0. Pra janë disa momente që mund të shfrytëzohen, por si lojtar i kompletuar. Broja është për mendimin tim miq gjithë të grupit sulmuesve. Është lojtar i cili ne kemi nevojë për lojtar të tillë të këtij kapacitetit. Lojtar potent, që ne kemi kohë që nuk kemi një sulmues kryesor, i cili lëviz majtas e djatha, çrëndësi ka. Po domë edhe një lojtar tjetër që vjen nga mbrapa, bile jo një, po të vinë 2. Sepse zonat që hap ky lojtar, bile aty ka mundësi me në skuadër ky ta bëj i gjë të tillë. Ka lojtarë të cilët ky s'po i përdor ashtu si duhet. 2, jo një, mas Brojës. Mund të përmendim njërin? Domethënë, duke pas parasysh që ky si Bajrami, i cili me të vërtet ka një ramje duke pas parasysh mungesë aktivizimin në Skoci, ti pari lojës ti, zgjuarësia ti, mund të shkoj këtij roli duke arë jo ansor, siç e përdor ngaherë në vend të Seferit, Po, tavlan Seferit. duke futur informacion pasaj, kësaj radhe nuk e futi fare. Dhe ky mund të jetë ky mrapa që vjen, sepse ka goditje, ka asist të mirë, ka edhe vizion për lojën, që mund të jetë një tjetër lojtar i cili mund të shkojë normal, mund të jetë Muçi. Që prap nuk
Grumbullohet, Po ka fituar besimin ende, prisja shumë më shpejt ta fitonte besimin e Silvinjos. Grumbullohet edhe nuk sepse po ti shikosh pjesa më e madhe e gjithë lojtarëve, unë kam thënë edhe herë tjera dhe vazhdoj ta përmendim. Ne jemi domthonë gjithmonë kemi atë paradoksin ton si ekip kombëtar si ndërtohet. Ne kemi gati 80% lojtarëve që nuk aktivizohen në klubet e tyre rregullisht. Për ashtu 2-3 vjet që i kemi domthonë këto dihen lojtarë. Po si ka mundësi ne vim këtu edhe pastaj kualifikojnë për Europian me të tillë lojtarë. Që kërkush nga ana teknike nuk i pranon këto. Sot Anglia nuk merr njerin, nuk merr Kajer atë Rashford, nuk merr atë tjetër lojtar tjetër të Anglisë, se keni pak minuta në kamp. Do thoni ju Anglia, Gjermania, Italia janë të tillë, por pikërisht edhe te ne, si mund triumfojmë ndaj një kundërshtarit kur lojtarët janë pa aktivizuar. Pra futen për herë të parë edhe minutat do t'i marrin me kombëtarin, kur me klubet nuk i marrin. Ky është një problem tjetër. Do thojmë ne kështu do vazhdojmë prapë. Po si zgjidhet kjo, mister? Ne Si mund zgjidhet? Atëherë, unë kam një mendim tjetër, duke filluar te Aslani. Zgjedhja e ekipeve, që marr ekipeve është e gabuar në pjesën më të madhe që unë kam gati 10 vjet, bile po shifsha dje dhe duke dhënë disa statistika për kohën e kombëtarës, që kam dhënë intervistë që po zhduken lojtarët sepse këto që janë në Shqipëri, lojtarë sfikator, sa dalin jashtë, zgjedhin ekipet e gabuara. Gjithmonë marrin emrin ose anën financiare. Unë e di që ana financiare mund të jetë një diçka pozitive për ty sepse ke mundësi të krijosh familje, do të marrësh familje, por ana sportive po zhduket. Dhe këto nuk aktivizohen. Zgjedhin gabim duke filluar me Aslanin, po ç'net e Indrit. Me gjithë vlerësimet e respektin që kanë për këtë lojtar. Ku ti mund të shkosh te një skuadër po në Serie A, po pse nuk bën të Serie B? Që ka lojtar sot dush kombëtare që luajnë sot bota? Absolutisht. Edhe për aty, ama të kesh minuta në kamp të luajt, aktivizoj, orientohesh në fushë, sa kur vjen këtu te ne, jo shikoja, pse lojrat e Aslanit janë ato. Kemi pas me defekte, kemi pas lojën e tij. Te ne, kush duket që janë gjendje më të mirë, Gjimshiti aktivizohet vazhdimisht. Po. I rregullt për 11 I rregullt, Ismaili që ishte edhe ai tek Empoli. Pra, duken lojtarët në mënyrën e lojës, ti zgjell apo strakosha shkoi tek Ajeku ose fillimisht ishte në Angli. Që bata edhe një bisedë me te, ke bën një zgjedhje të gabuar, i thash. Ky tash i vite i pa aktivizuar tek Anglia, lutet informacion me ne. Tash një aq më tepër që është repart në veti, reparti portierave. Orientimin, reflekset, nuk e. Dhe kemi psu gole, normal që kemi thënë. Je komplet i vetëm aty. Absolutisht. Ne të tillë ndërtojmë kombëtar, unë mendoj që duke pas parasysh që këto dy lojtarë qoftë tash ndoshta mund të jetë edhe gabum që mund të jetë edhe para dhe fundit që luajnë bashkë. Se i bëni ky eksperimentin e bën. Po ndoshta me Serbinë se do të kesh edhe disa veprime tjera mbrapa. Do të kesh disa kam të cilët do vrapojnë më tepër. Do të mbështesin. Se ke Vlahovic, ke lojtar tjetër, nuk ke më lojtar të kishin Andorën. Andorën nuk na kaloi një herë, ne kemi luajt. Ka luajt Andorra këtu si luajmë në Angli. Nuk gjuti një herë në port. Po Serbia sigurisht do të jetë realitet tjetër. Tjetër, si thonë, tjetër mesele. Po, e vërtetë. Kështu që kjo është një diçka të cilën uroj që ndërtojmë edhe të kemi një mundësi në zgjedhjen e lojtarëve, ato që janë, domethënë, lojtarë të cilët ti mendon që kanë një formim tjetër për lojën. Këtu e kam idenë që nuk është vetëm detyra që ti jep si trajner. Ngaherë është edhe mënyra se si interpretoj unë si lojtar. Po. Që të di dali nga situata të vështira, të krijoj, të fantazoj, të zgjidhë. Sigurisht e ke individuale, nuk ta mëson trajneri. Ato janë të tujat. Domethënë, unë kam fut se ti dham disa shenja që lojtari i talentuar. Tash kur futesh në lojë, ti nuk do kthesh nga koka stole të pyetësh çfarë do bëj kur kap topin. Do t'i japësh ti. Do të marrësh ti përsipër. Tash nga këto të mezit fushë ne kemi defekte. Kemi shumë defekte. Mos bëjnë një krahasim se ndoshta bëm edhe një bisedë përpara emisionit. Me Bledar Kolën. Pa, Kunachove. Mister Kunachove. Arlinda ai është pak më vonë. Ta mbyllim këtë argument. Ai ishte kapacitet tjetër. Po të tillë lojtar ne kemi nevojë. Sidomos mezi fushë është themra Akilit. Duke pas parasysh që unë kam luajtur në fushë dhe e di që të thotë që është një lojtar mes fushë. Kam pas fatin e madh luaj me lojtarë të jashtëzakonshëm, një nga ato është Sababizi,
që nuk jeton më ndjeri, që unë u rrit edhe si lojtar. Pra, duke pas lojtar të mirë ti në skuadër, për aty në rritesh, edhe përmirësohesh. Profesori bëri vetë kalimin e argumentit, meqense e kemi këtu tranzicion shumë i mirë, ishte i bukur. Nuk mund ta lëm pa ngacmuar për periudhën që ai e ka drejtuar vetë ekipin përfaqësues. 1 nëntor 1996, 1 nëntor 1999, 3 vite në krye të kuqezinjve. Mezi e gjetëm këtë foton të asaj kohe, se fotot kësaj kohe kemi patur plot, por mezi e kemi gjetur. Kjo do të jetë një konferencë shtypit. Mezi e kemi gjetur këtë foton. 25 ndeshje, 4 fitore, 7 barazime, 14 humbje. 7 ndeshje janë luajtur në Shqipëri, 18 ndeshje janë luajtur jashtë. Mes këtyre 18 ndeshjeve ka patur dhe nga ato që ne konsideroheshim pritse. Po. Si ka qenë kjo periudhë, profesor? Pritja brenda dhe jashtë. Si kemi pritur brenda, si kemi pritur jashtë. Pritës kemi qenë dhe jashtë. Pritës. Kur kemi fituar edhe me Irlandën e Veriut, kemi luajtur zëri. Po. Që fiton një ato fitoret. Ata janë periudhat e cilat me të vërtet kanë qenë të vështira, por duke pas parasysh që folme dhe pamë disa debate në kuptimin e mirë të fjalës, në mënyrën e asaj që çfarë roli ke ti si trajner për transmetimin e asaj që duhet mentalitetin skuadrës tate. Dhe në qënë se unë do mendosha të paktën që ne jemi poshtë dhe me nivel më të ulët se shumë skuadra, nuk do kishim arritë dhe nuk kishim dalë paktën disa rezultate që i thonë, në thojse që i themi ne dinitos. Të luajmë në situata të tilla kuptohet do me transmetu të skuadrës një vendim tjetër edhe mënyrë tjetër të cilën nuk është lehtë normalisht, sepse edhe lojtarit e shef nga herë edhe kur i thotë në mendim të avancuar, ti mendon ky është mirë me mend të kokës, duke pas parasysh që ne çfarë vështirësisë kemi, si grumbullohemi, si servitemi, si skemi bazë materiale, si skemi si tulltohemi, si duhet. Si mblidheshin atëherë, mister? Si mblidheshin atëherë me telefonata, si mblidheshin? Ata ishin me fakse dhe me telefonata. Okej. Dhe jepni konfirmim do vi filan datë për grumbullim. Ne duke marrë parasysh klubet ku ishin, me fakse, se faksit u punote në atë kohë se ishin më këta si janë sot këta kushte, i drejtoshim klubit dhe klubi bëte këtë lëvizje të cilët ne o unë nissim nga Shqipëria dhe u takoshim një vend në Stamboll për shembull. Asnjanës. Ato vishin aty dhe ne u grumbulloshim një pjesë dhe prej aty merrshim rrugën ku kishim për të shku. Pra këto ishin vështirësitë tona të cilët ai me të vërtet Silvino më kujton disa shprehje që unë i kam pas të përhershme grumbullimet tona që nuk e kemi bërë herë në stërvitje këtë sistem lojet, mos gabojmë që tha për Andorën. Por ne që sa jemi taku në nese kemi dalë, ose mos kemi bërë stërvitje. Ne s'kemi bërë stërvitje. Edhe po t'ja them dikuj nga ana dhe e thotë s'ka mundësi. Po kështu pra ishte, pra nuk është problemi për të justifikuar. Ku aq më tepër sot ti ke alëm të kushtet janë zakonshme. Në qoftë se flet për mënyrën e stërvitjes si ka ekipi kombëtar, në atë kohë ne ndroshim për të shkuar me bëj stërvitjen një nga ato fushat që kishte Dinamo me Balt. Përfitoshim duke pas e kishim edhe qendrën e stërvitjes të afër. Grumbullimin e bëshim në Chateau Linza sipër. Po, standarde klasike ajo po. Aty ishte hoteli më i mirë që kishte në atë kohë. Blej hoteli shumë i mirë dhe ato na prisin vazhdimisht. Dhe zbriqim autobusësh për të ardhur në Tiranë për të shkuar në ato fushat për të bërë stërvitje. Ka ballë stërvitje në këtë stërvitje në Pallatin e Sportit Aslan Rusi. Po keni luajtur basketbol. Jo, stërvitje për futbollin, ka patur shi. Futboll ishte me shi, për futboll salle, po mirë. Para neshës me Greqinë ti dol me 0-0 në Tiranë. Po mund të luani të futboll salle shumë mirë. Po, aty luajmë shumë mirë, aty do vi 8x8. Futsal. Kemi bërë nga këto. Pra janë shumë gjëra që kur i tregon nuk ka mundësi. Sur ka 200 vite që ka kaluar. Kështu që unë mendoj që duke pas parasysh atë që ideja ime kryesore ishte që rritja moralit të skuadrës duke treguar që ne jemi dikushi. Dhe mi gjitha pastaj, pa në vletësua dhe punën e tyre, lojtarët kanë qenë shumë më talentuar. Kanë qenë shumë më talentuar. Shumë. Unë kam qenë jashtë dhe kam parë 11-ën, Tare, Bushi, Rakli. Si ka luajtur me 3? Pastaj pyetja një nga këto e kam shumë mik dhe s'ka mundësi u fuste,
Grindeshit jo, shkonim shumë mirë thoshte. Iksi njëri nga këto 3. Si e kemi marrë këtë guxim. Me 3. Dhe kjo është një Në diçka e cila 98-ën, kur ishte? ajo ka qenë më njëherë, mas asaj që unë fillova nga viti 96 fillon, ka qenë 97 e mbrapa. Dhe 99. Se i vetmi që ka arë pak me vonesë në ekipin kombëtar, 2 kanë qenë prej tyre, kanë qenë edhe Tare dhe Bushi. Se Rakti ishte. Kola ishte. A mund t'i shohim pak Patjetër. duhet të prezantoj disa lojtarë të cilët kanë debutuar dhe janë konfirmuar me Astrid Hafizin në përfaqësuese. Igli Tare, Alban Bushi, Altin Haxhi, Altin Lala, Albert Duro i vogël, Albert kështu e Duro. quanim, Duro i vogël, meqense atëherë luante edhe Klodi, Mondalipi, Mondalipi, Ervin Fakaj, Edvin Murati, Arjan Arjan Beqaj, Erjon Erjon Bogdani, Devi Muka, Mahiri, Mahira Lili, Luan. lojtar shumë i bukur tek skuadra e Tiranës, edhe Luan Pinari. edhe Luan Pinari. Po, e vazhdojmë logjikën. Kështu që duke pas parasysh që këto lojtar nuk ishin se ishin grup prej që erdhën, po mas një periudhë 3 mujore, 4 mujore në kombëtare, mos u bëna disa seleksionime, u bën normalisht vetveti ose ik një grup, vjen një grup tjetër, u shtu edhe Tare dhe Bushi. Duke pas parasysh që Herakli ishte, edhe gjithmonë duke menduar se si të kombinojmë me këto lojtarë të cilët vetit i kanë të ndryshme. Herakli ishte një shpërthyes i jashtëzakonshëm dhe një sprinter i cilën në çormallë shumë sulmuese që ka qenë nga këto grupe të lojtarëve të mirë që ishte domethënë lojtar që tentote domethënë përshkote drejt për drejt. drejt për drejt diagonal. Ti e një mirë Edhe më duket, Nuhatës. Luac i jashtëzakonshëm. Poshtë. Tare ishte një lojtar që ne e quajmë një lojtar pedan. Një lojtar të cili ishte gjithmonë topi i parë që vite nga portieri, ky do të konfrontote me mbrojtësat që ishin gjithmonë fizikisht më të mirë. Helmer, Koller kanë qenë të grupi lojtarëve të jashtëzakonshëm, po marrë nga Gjermania, Po. që ishin me nam. Ky Nga fizikisht ata të mirë, cilët nga një- nuk na shënonin 5 gola për 45 minuta. Normal ishin lojtarë të cilët e Kështu që edhe Bushi që kishte dy tipare, edhe vite nga mrapa si mesfushor, po edhe me karakteristikat që kishte, një ego të jashtëzakonshme. Egoist mirë në kuptimin e Për mirë të mirë? fjalës. Mirë të fjalës, nuk u dorëzote asnjëherë. Ishte lojtar që i cili pretendonte dhe puna e tij ka qenë e jashtëzakonshme. Në ato vite dilte kampion në Bullgari me Po Lita ishte Kloveç. Kështu që unë mendova që duke pas të lojtar, pse mos i shfrytëzoj? Personalitete të 3 Të veçse tre, dhe kanë absolut. shkuar shumë mirë çka kemi parë në lojë. Alin, nëse unë Ndeshjet, unë kombinimet, golat. Qose unë do mendoja që u tre sulmuesa janë shumë më në ma mirë të luaj me një Po para e të 27 vitesh, 28 edhe vitesh. të ve ma tepër mbrojt sa mrapa, unë do gabosha. Dhe nuk jam penduar si një mënyrë, mund të kishim ndoshta të fituar në ndeshje ose të kishim rrit barazimin në Gjermani për shembull 3-3, ishim minutat të fundit kishim. Ne e ruajtëm. Ne Ne që e ruajtëm. pam nga televizori e ruajtëm. Kështu Pastaj që- ju atje në stadium. Kështu që me kurajo edhe kuptova se pash diçka që manovrimet e tyre ishin gola njëri, gola tjetër. Pra ishin të tretë, po ti shpërdash, ju i keni edhe statistikat se sa kanë shënu. Edhe ma vonë, kuptohet, edhe masi u largova unë. Po, e vijuan atë mënyrë absolutisht. pasaj. Kështu që Bushi hyte edhe si mesfushor, po hyte edhe si sulmues. Pra kur u hapshin këto dy, ky u futte përpara. Ajo ndeshja pas e ka qenë e Norvegjisë 2-2, ka qenë një mënyrë që cilën po ta shikosh pak me kujdes. Ajo janë gjithmonë një koordinime të tyre kësaj treshit, dukur për shtat mirë dhe nga lojën e krave, se kishim lojën e krave shumë të mirë. Absolutisht. Altin Lale nga Djatha dhe Altin Haxhi nga Majtha. Dy altinët. Të dy që unë mendoj që kanë pas fatin e madh që kanë pas ushtuar edhe këto dy lojtarë. Shumë punëtor, shumë përullur, shumë Po. profesionistë. Dhe pastaj ata që i jepshin formë lojës ka qenë Rudi Vata në mesin e fushës me tipare më shkatërruese dhe Një digë vërtet. digë vërtet dhe Bledar Kola ishte Pastaj ideatori, truri i Ishte skuadrës truri. në çdo gjë që kalonte topin kam të tija. Plus me grupin e lojtarëve që kishin pra në mbrojtje që ishte edhe Fakaj, ishte edhe Gjumba, ishte edhe Shulba. Bellaj. Bellaj ma vonë erdhe se Bellaj ishte po. Ma vonë u fut. Këta ishin grupi i treshës. Pse më erdhin mendje që lojtari që krijon, fantazisti quhet truri. Ai që shkatron, Aja, po themi ja shkatron. Vata, atëre Gattuso më vonë. Jo. E Ndërkohë marrë, që- ja shkatron. Ai që thyn aksione. Po, që thyen aksion. Po Se ti shkatron e mund thash në ti mund jargon. ta shkatrosh aksionin e kundërshtarit, po nuk e merr ti topin. Domethënë o e nxjerr jashtë, o bën faul. Se Vata- zotëron topin. Vata kishte këtë. Mirë se ishte lojtari që ishte pedana parë që delte në mbrojtje Përpara mbrojtjes. përpara mbrojtjes. Po ky edhe
rikuperonte topa, merrte topa dhe nishte aksione. Mos harrojmë që golin e tretë në Gjermani, Vata ka shënuar. Pra, ishte këtu edhe kaloi përpara. Pra, kjo ishte mënyra se si kombinohej njëri me tjetrin. Kjo është pra ajo kurajo. Kjo ishte ideja që një lojtar që futet tregon personalitet lojë. Në qoftë se ti se ke këtë personalitet, sa do të lojtari i mirë je, do të mbetesh mbrapa sepse nuk jep atë që duhet. Dhe kjo ka të bëjë shumë me intelektin, pra me ti si e kupton futbollin. Kur ti arrin që ti ja ke transmetuar lojtarëve dhe ato fillojnë edhe vënë lëvizje gjithë arsenalin e tyre që kanë, do të thënë gjithmonë këtë drejtim, pra gjithmonë për skuadrën. Jo se unë të marrë tash edhe bëj disa veprime individuale të tepruara, se edhe individin e kishim në aty. Ishte Bushi që kur merrte topin, do t'u ktheshë 100 herë ja kërkosh që s'ta jepte. Por kishte edhe Bushi që t'i jepte topin dhe t'i shënoshë golin. Ka pas raste. Kishte raste që lutet edhe skuadra, do të thonë Taren si Pedin që ishte, e kthete topin loj, vite tjetër i bite dhe shënote. Pra kjo ishte kombinimi. Kjo është një diçka që cila unë edhe kam qenë edhe i privilegjuar dhe me fat që kisha i grup të shumë të mirë lojtarësh. Ne përmendëm pak më përpara, 5 gola Gjermanisë në 2 ndeshje brenda një viti. 6 muaj. Brenda 6 muajsh. Mars, tetor. Po. Si ose çfarë i the Muratit që humbi 11 metërshin në pjesën e parë? Që i gjuajti kola pjesën e Rakli Rakli, Altini. Rakli. Asgjë fare. U mërziten shumë se pjesa parë mund të shkote 1-0 për ne, sepse në atë kohë po mbarote pjesa parë. Nuk e di se do merrte loja, nuk e di. Tash Gjermania ka treguar që si skuadra ashtu që ne shënum golin e parë dhe në Hanover, ato shënum 2. Ne shënum 2-2, ato 3. Ne shënum 3-3, ato 4. Pra kështu shkoi loja. Nuk e di. Por unë kisha hallë që edhe Rakti edhe kush do lojtar tjetër, domethënë mos vite moralisht, sepse punë e balla. Përballë ti nuk kishe një skuadër të rangut të ulët, por kishe i Gjermanitë, të cilin pra s'kisha ndodhur. Nga herë ana pse ai mori përsipër një gjyte penalti, absolutisht asgjë gjë. Pastaj ne morëm edhe 2 tjerë, se kështu vjen kjo punë. U vendos veta mister te e dyta te e treta apo mori nismën Jo, do njëri apo është e përcaktuar nga Stoli? Jo, me vonë për ishte puna që të merrte përsipër një godis si biletari i gjutem, domthonë nuk hyte shumë te teknika goditjes. Biletari kishte i forcë goditjes. Edhe dy i ka bërë me Ka trinte goditur plot, po potente që të hekte çdo gjë sepse gjithmonë janë emocionet, ëh. Je duke luajtur me Gjermaninë, rezultati si është i lojës, varet edhe. Kështu që ajo nuk influencoi shumë te nesha, pavarësisht se i pjesë u mërziten, sepse gjithmonë me këtë skuadër të nivelit lart, gjithmonë do të kesh një diçka rezervë. Domethënë, më mirë shënon ti i pari, që ti mendon që barazimi edhe po shënon atë paktën jetë barazimi. Po kur nuk shënon, gjithmonë pret që mund të psosh. Këtë janë disa ide që loja i ka tregu këtë. Të bëjmë, për ta mbyllur, të bëjmë një kalim tek kemi përgatitur disa skeda të paraardhësve dhe pasardhësve të tu. Duke patur parasysh Arlind, ne kemi nga Dosena e këtej, pra ishte Sulejman Demollari, shqiptari i fundit që drejtonte Shqipërinë. Po, Të para duket normale 25 kjo? vitesh. Të duket normale apo? Ne në procesin e zhvillimit si skuadër, Po kemi çerek bërë mirë. shekulli. Vjallë çerek shekulli, kemi tentuar, kemi marrë trajner të huaj. Okej, kanë dhe tjerë dhe suksesshëm, po nuk kemi zhvilluar, kemi humbur fare tek trajnimi i vendasve. Paktën këto çerek shekullin e fundit. Ka skuadra të tjera, flasi për Anglinë që mori një gjerman, apo kishte një italian, apo kishte një suedez më përpara. E vërtet. Që s'kan patur besim, apo ke Premier League-ën që një trajner britanik është vetëm Eddie Howe, pjesa tjetër gjithë tuaj, apo kur ka marrë për të fundit herë Premier League një britanik apo anglez. Kështu që është e përhapur kjo. Mirë, e fillojmë me trajnerin e parë, Ljubiša Bročić. I Jugosllavisë në atë periudhë ka drejtuar skuadrën përpara Adem Karapicit, edhe ky Adem Karapici ka qenë trajneri i parë shqiptar. Pastaj sërish një trajner shqiptar si Slave Lambi, Ludovic Jakova, përbëri emrave keni dhe periudhën kur e kanë drejtuar ekipin përfaqësues, Muslim Alla, Mikloš Vadash, përsëri një i huaj, për të vazhduar me Nikolaj Ljukshinov, Loro Borici, i cili është dhe rekordmeni i drejtimit përfaqësueses shqiptar, dhe Zyber Konçi. Nga këta trajner,
Tham dhe në atë grupin e parë trajner nuk jam në gjendet domethënë kur kanë drejtuar atë s'kam pas domethënë një ori për ta. Gjithmonë duke I pa dhe nga moshat një pjesë unë kam qenë pa lindën kur kanë ardhur të trajnerët që janë vu me kombëtaren. Majmen Loro Borichin, I cili ka pas domethënë Edhe këtu nga Shkodra. Loro Borichin, Djep. Sportiv. Normalisht Majmen dhe Zyber Konçi që kanë qenë trajnera me të vërtet të cilët kanë dhënë për futbollin tonë, shumë. Në periudha të ndryshme, domethënë secili ka pas nuk kanë qenë njësoj. Nuk kanë qenë njësoj, kanë qenë me mentalitet tjetër për lojën e futbollit. Loro Borici bile kishte disa momente të cilat duke rujt ato të cilët në atë kohë ishim të varur dhe ishte sistemi centralizuar, duke pasi ne u varshim nga Ministria e Sporteve ose Arsimit e pushteti, gjithmonë ishin ato kritikat ku ne kishim humbje skandaloze, për shembull 15-0, 16-0. Pa pranueshme për partinë. Për partinë dhe gjithmonë aty u mershin edhe masat kryesore. Bile në 74-shin jemi dënuar për 5 vjet, mos 2 humbjeve që kemi bën në eliminatorë me Gjermaninë në atë kohë demokratike dhe ajo ka lënduar më shumë, se ishte nga federali, okay, pa nga demokratike mos e bën po. Edhe mos gabojmë Rumania, na fituan në Tiranë të dyja, o 4-0 dhe nuk do marrin pjesë në aktivitete ndërkombëtare për 5 vjet. Po, pra ishim edhe autokritik. Po, autokritik dhe kishin filluar të largoheshim pak neve nga bloku socialist. Lindjes dhe psuam humbje nga sistemi I tyre, kështu që papranueshme. Dhe veprimet e gjithmonë të trajnerëve ishin unisin duke varës parasysh që si të pësojmë sa më pak gola. Të ndëshkimi, po kthehemi sot tash nga ajo që tha dhe Ilia Shuke, vazhdojmë me trajnerët e tjerë të përfaqësuesve. Shqyqyri Reli, Agron Sulaj, Bejkush Birçe, Neptun Bajko, Astrita Fizi, trajneri 15 në radhë, pavarësisht periudhave që paraardhësit e tjerë kanë qenë 2 herë apo 3 herë. Medin Zhega, Indieri Medin Zhega, përsëri nga Shkodra, Sulejman Demollari për një periudhë të shkurtër dhe me Bepe Dosenën. Pastaj do të vazhdojmë me Tuhuajt për këtë grup trajnerësh. Shiko me gjithë, sidomos me Shqyqyri Relin kam qenë tek Shkëndia të shkolla dhe e njihsha shumë mirë profesor Shqyqin, duke pas parasysh që kam pas edhe profesor edhe kemi punu shumë pak me të Shkëndia unë zëven trajner kur isha sa kisha marrë shkollën, pavarësisht se pastaj kalova në Shkodër. Edhe ruaj gjithmonë vlerësimet më të mira, duke pas parasysh gjithmonë që atëherë ishin unë nuk kisha shumë një ori. Isha shumë I ri, çfarë do thotë emër I madh, sidomos në krye të Tiranës për çfarë do thotë trajneri. Duke pas parasysh Bekush Birçen, trajnerin Bekush Birçe, un kam punuar me të. Dhe bile është I pari që më ka marrë edhe në stafin e kombëtarës në vitin 90, kur u caktuai trajneri I kombëtarës, dhe unë trajner ishte në të kote Vllaznia dhe I mori si një trajner që ai nuk e dija, mendoj që nesër pas nesër ky do të zhvillohet me perspektivë. Mister të ndërpres pak. Pse u bëi këmbimi mes viteve 80? Reli, Birçe, Reli sërish. E kujton? Nuk e di. 85, 87 njërit, 87, 89 tjetri, pastaj 90, 91. Po ja ti shoh. Ja, janë disa çfarë episodi kanë qenë atëherë? Shqyqyri Reli, 22 shtator 1982, 30 maj 1985. Dhe me thonë, me Shqyqyri Reli nuk ka zëvendësim Birçe, se Birçe është nga 90 dhe 94-shin. Reli është nga 82-shi deri te 89. Jo, Sulaj atëherë, gaboj. Ka qenë Agron. Dhe rikthimi Relit sërish. U zëvendësu që një moment kanë qenë me njëri tjetrin të dy. Më duket Agroni ka qenë smur, pati një periudhë. Pastaj jo, ajo ishte tjetër, po periudha e Agronit erdhi duke zëvendësu Relin sepse nuk pat rezultate në atë moment. Dhe duke fut Agron Sulen, u fut me një herë si ishte një trajner I perspektivës, sa tha Agroni kishte marrë shkollën me mua, që kishte marrë te Shkëndia, ishte një vit më I madh se unë, por u fut duke si trajner I perspektivës. Edhe Agroni nuk eci në ato momente, pat me disa humbje me Spanjën, duket që ishim disa rezultate edhe kështu që u largu edhe zëvendësune. Duke pas parasysh gjithmonë që erdhi Birçe në vitin 90 dhe Birçe ishte personaliteti kryesor që kishte dhënë prova me klube në vendin tonë, me Flamurtarin, me Partizanin, me Dinamon, po vazhdonte një ecuri
një sistematike të kuptimit e saj serioz, i disiplinuar. Kishte disa momente të cilat Disiplinë deri ushtarake Bekush. bile të theksuar. Ndjer Bekush Birç. Kështu që ajo që një moment që erdhi dhe u fut në listat e parë trajnerëve, të cilët edhe në periudhë ka qenë shumë e vështirë. Tash po flasim 92, 94, 91. Sa po kishte ndruar sistemi. Imagjino, unë për ankohë mund që isha pak më vonë. Imagjino se ishim këta. Unë punova zëvën stranjerë se e di. Kemi udhëtu me ushqime, me veti, duke shku në Çeki. Bio, se nuk i kishin bio ato andej. Bile ka disa pamje nga televizorët ndryshme që ne në aeroport duke hangër, gjana, konserva, gjana të hangër, sepse dietat tona për të kaluar një hotel ose për të ne një ditë më tepër as nuk u bote fjalë, se kurse ishim shtetin. Ne shkojmë për futboll. Shkatruar shteti, ishte periudhë frikshme. Në aeroportet e ul mi çanta, duke prit avionet që i kishim ka 7, 8, 9, 10 orë tranzit. Imagjino se si ishte, edhe më vonë, edhe delçim fushën e lojës. Vazhdojmë me trajnerët e huaj. Pas Dosenës, Hans Peter Briegel, Otto Baric, Slavko Kovačić, ka qenë një periudhë e shkurtër, vetëm 4 ditë, një trajner i komenduar, përpara se sa të vinte Ari Han, i cili gjithashtu nuk është se qëndroi shumë, trajneri holandez, Josip Kuže, i cili punoi nga 2009 deri në 2011. Xhemal Musedanagic ka qenë edhe ky një trajner i komanduar përpara se sa të vinte Gianni De Biasi, trajneri më i gjatë nga të huajt që kanë drejtuar ekipin tonë kombëtar të futbollit. Cristian Panucci, Sulejman Mema ka qenë vetëm për një ndeshje. Ndeshje sepse u larguam duket në atë kohë Panucci dhe sa të vite e reja. Po ja, meqense e përmendi profesori, Eduardo Rea 2019-2022 për t'i lënë vendin Silvinjos. Dhe këtu kemi edhe të përmbledhur Loro Borici, 4 herë trajneri i Kuqezinjve. Ljubisha Bročić, Mysly Malla, Zyber Konçi, Shoqëri Reli, Agron Sulej dhe Bekush Birçe kanë qenë të gjithë nga 2 herë trajner. Tash vjen një situatë tjetër, vjen një kohë shumë tjetër, siç është koha e presidentit Duka. Do nga 2002 që thëm gati për bëhet i qerek shekull. Vjen kjo marrja e trajnerëve të huaj. Mas largimit Dëmollarit, që ishte më duket nga i humja në Andorra, një ndeshje miqësore. Luksemburgun, me sa kujtoj, Andorra. Ja, ka qenë Andorra. Andorra. Luksemburgu është tjetër pastaj. Erdhi kjo risia e trajnerëve të huaj, të cilët për mendimin tim në gjithë këtë grup trajnerësh që ne i pamë. Domethënë nga 2002, Po. Edhe nga këto grupe trajnerëve për mua njëri që ka pas një CV shumë të mirë ka qenë vetëm Baric, Otto Baric, i cili kishte një mundësi të cilën ai trajner domethënë me përvojën. Me gjitha kushtet që i plotësoi të gjitha drejtimet, ai mund të ishte trajneri që është zgjedhur që e ka merituar vërtet besim. Tamam për ne që mund ta bëjë punë. Kurse pjesa tjetër e trajnerëve mendoj që kanë pas me deficite të jashtëzakonshme. Ne kemi pas edhe Ari Hanin, që pak e përmendin. Ajo ka qenë një disfat, një mënyrë të cilën janë zgjedhje të cilat dikush duhet marrë përgjegjësi, që as majtë njëri fare. Ka qenë zgjedhjet te Panucci që ishin. Tu do të di ledhon, Ari Han ka qenë fillime, ndoshta gaboi gjë për Panucci deri para. Edhe mënyra para rejas. Dhe pastaj ky grup trajnerësh që erdhi, për mendimin tim, përjashto Baric, ishin trajnerë të cilët erdhën, panë, morën dhe ikën. Asgjë nuk lanë një shenjë duke pas parasysh, po. Benevidi Vici. Po. Dhe nëse i referohem, ajo logjik perandorie, nuk është keq. I shkon pak a shumë kjo shprehje, normalisht. Kjo u bë edhe për shumë arsye, duke pas parasysh që ndoshta Duka kishte ato idenë që një trajner vendas shumë mund të përgojohet, mund të marrë shumë ndikohet te vendimet. Kena shumë njoftun këtu fare fisnie, gjana të cilat Shqipëria i ka të pashmangshme, njëkohësisht duke përjashtuar edhe vetë në vetë që sa të kemë unë në rrymje, ma merr këtë, ma merr i thamë, ky është i huaj. Edhe smerrem unë atë. Po tek aty ku kemi tek moshat që kemi prit dhe vazhdon pastaj te moshat të trajnerët huaj prap. Jo të huaj.
vjen të tuj, se prap një U17 e kemi italian. Po. Pra jeni Mos pa e- ndikuar. Mos të tana që ke pas Kroat që edhe i punoj Po. për disa kohë bile dhe drejtor Me moshat. teknik me moshat. Ne vazhdojmë edhe te moshat. Pavarësisht se kemi afruar trajnerë të cilët gjithë nga tuj s'mund t'i marrish. Po, Bile drejtorin teknik e kemi përsëri italian. Po. Drejtorin Atëherë, teknik të federatës. Federatës që merret përsëri italian. Kështu që unë mendoj që kjo mënyrë e marrjes të këtyre trajnerëve, unë mendoj që nuk ka qua si gjë tjetër, vetë se kemi met vend numra. Me deku kemi pas në neshje, kemi pas Kemi në fituar një rezultat kupë dhe kemi- Ballkani me Brocic pas luftës dytë botërore, e kemi fituar me golevarazh duke lënë Jugoslavinë me pikë të barabarta në vendin e dytë, pastaj De Biasi dhe Silvinho janë dy trajnerët me të cilët kemi shkuar në Europian. Një gjë me një shprehje se me që me 0-2 trajnerët të cilën paktën sidomos për Debiazin, të cilën kanë pasur disa replika në distancë nëpërmjet shtypit për mënyrën e lojës, të cilët unë prapë sot e kësaj dite ja vej fajin, Zanafilën e ka të Debiazi për mënyrën se kanë mësuar të rreshtojmë skuadrën edhe të luajmë edhe mos guxojmë ndaj kundërshtarëve që kemi pas. Aty e fillan. Pa çka se dikush e përmend edhe kushdo që e përmend që ne kemi shkuar në Europian. Europian mund të shkohet ashtu si shkuam edhe me Silvinian. Domethënë ti nuk je i pari, domethënë shkuam edhe me këtë tjetrin. Pra mos mendo se ti je domethënë që na çove në kampionat Europian. Ka disa situata edhe disa mundësi pse shkohet. Ne mos i kthehemi aty ne, se po t'u kthejmë pastaj nuk di se ku dalem pastaj. Sepse edhe e fundit që ishte duke pas parasysh neshën që ne zhvilluame me Gjorgjin, Gjorgjia që këtu në Shqipëri jemi dishpitar që me të vërtet fitojmë atë gol të jashtëzakonshëm, nuk kemi pas në rast ne mundësi që ne të barazojmë me skuadrën. Nuk kemi kërcënuar. Dhe vjen më bukur që ne fitojmë Gjorgji. Janë shumë gjëra të cilat i lem, pra nuk është se duhet të hyjmë në këto detaje. Por problemi tjetër është ajo që ti si trajner, konkretisht ti Gianni De Biasi, të cilën po e quajmë një sukses, edhe ashtu do ta quajmë sepse kur shkruhet në 2016 trajner kush ishte Filani. Hera parë pjesëmarrës. Por nëse ti ki pas disa dhunti kaq të mira ose i ke dhënë kësaj kombëtares, mas largimit nga kombëtarja, që unë ngula kam që ky të largohet mas Europianit, që u mbyll kapitulli i tij me gjithë suksesin që arriti. Po. Se këtu filloi kjo. Do të ishte një Këtu filloi, domethënë largim dhe u largu mas 2 muajve. Po. U largu mas 2 muajve, se kështu ishte. Filloi edicionin e ri edhe u dorzu, domethënë iku mas sa kohë që e paktën e largu këtu. Ti që erdhe, ku shkove mas kombëtares tonë? Tek Azerbajxhani. Jo. Bëri një periudhë pushim. Shkoi në Alaves të Spanjës. Po. Ajo skuadra ishte domethënë një trajner i cili shkon për herë të parë në Europian, gjithmonë sytë edhe nga veshgusit, është do kërkohet. Në tavë. Ndash nga Italia ti që ka trajner shumë më të mirë se ai, edhe vërtetoi që nuk ka afrune, ndaç aty ku shkove që pretendoi jo po shkoj këtu, jo po shkoj atje dhe përfundimi në Azerbajxhan. Tash ti thush më kujtojnë ambasador që ikin nga Shqipëria, vinë Shqipëri dhe përfundojnë diku ose me ulje, në këtim vënd e tyre ose më lindje. Tash botat e vlerëson, jo pse ke shku në Europian, botat e vlerëson çka konceptit i ke dhënë skuadrës, si lun skuadra jote, siç i dha Vili Sanjol Gjorgjis, pra e vlerëson, jo rrit vlera këtij si trajner. Apo Jordanesku që ishte një i rumunëve, që ishte djali i atij trajner të famshëm, profesor. Pra të shohin si dhe skuadra në fush. Dhe sot ti më thu mos veni autobusin në Angli e këshilloj Silvinian. Po ti ta këshillosh ti Silvinian kur ti ke pu një autobus, po 5 autobusa ke vu me Spanjën, me Italinë këtu që na kanë fituar 1-0 mos gabohem, edhe mënyrën si kishte kriju ti skuadrës tonë duke luajtur me 2 mbrojtësa djathtë dhe me 2 mbrojtësa të majt. Edhe Lila kënej nga djathta edhe Hysa. Edhe Knematan ishin 2, edhe Agolli, edhe një lojtar tjetër që kishte tjetër. Apo mos gabohem se kush ishte lojtari i krahut të majt. Ti ke pas këtë koncept, ti nuk mund t'i japësh ti idenë me tregu që si do luajmë në Angli. Kur ti ke qenë i pari që ti ke vendos jo një, po ke vënë 5 autobusa. E kupto, kjo është një ide e cila merr përsipër dhe sot e kësaj dite akoma rrin duke pas gjithmonë atë idenë që un kam qenë kushdo apo dikush tjetër që e reja duke vlerësuar me gjithë atë moshën e respektin që kam. Normalisht vjen një moment që del i fundit në grup. Ose i pari në grupin C.
Po. Pa pse më për këtë keni nevojë për grupin C del çdo trajner shqiptar me shku, në grupin C ne do dalim parët. Pa diskutim. Pa ja ul vlerën asnjënit. Në këto që i kemi në qarkullim. Po, e vërtet. Çoje të kombëtare jon te grupi C. Te Nuk ligat po C në te Nations ligat C, nuk po flas te BE se BE është më fort. Dhe duke pas na kanë dar të paret. Të paret me Letonin, me Bielorusin, e kishim edhe një skuadër të cilët. Pra kjo janë disa gjëra të cilat ne i vlerësojmë shumë më tepër të tuit, duke menduar që me të vërtetë ata kanë nivel. Unë po të jap disa trajnera italian, nëse ti nisesh edhe nga italian me që ti edhe flet italisht. Se këtu është edhe kombinimi. Po Ka shumë gjëra. flasim, Do italisht flas- folës. Italisht folësh, po të përrështoj unë një 10 trajner italian, se trajnerët italian me të vërtet me i hek kapelen, vazhdo që i ke shumë më të mirë. Atëherë, zgjedh një trajner me nivel të lartë De Zerbin, pa marrë një trajner që është sot në qarkullim, italiane, paguaj edhe çik më tepër sepse kuptohet nuk të vjen me kequ. Marrje për perspektivë 5, 6, 7, ti majtë De Biazin 5 vjet s'po marrë De Zerbin, jepi rrok më të madhe, që të futin një koncept të mirë të lojës tonë, pavarësisht se ndoshta sarrim botërore ose sarrim për dal në kualifikuese. Krijojmë një identitet. Një identitet që ai Igneci Kurtigi ve ky tjetër ta ketë gati skuadrën kombëtare. Ne fillojmë edhe nga fillimi, kushdo që vjen. Po, prish ndërtohesh, 40 lojtarë pravon njëri, vjen tjetër pravon 40 tjerë. Edhe fillojmë përsëri nga ato ti kthehemi asaj të parës, marrim lojtarë që i kena gati. Nuk e di, u shpjegova mirë, po. Absolutisht. Ke diçka? Ja, super i qartë, misteri, shumë kënaqësi me këndet. Në të sjellë për mua. Të falenderojmë që ishe ne përsi. Faleminderit edhe ju. Nderuar miq, kemi mbyllur edhe këtë episod ku kemi folur tërësisht gjatë për ekipin përfaqësues me një ndër trajnerët më të famshëm, më të njohur, një ndër personazhet më të njohur të futbollit shqiptar ndër vite, Astrid Afizin. Do të takohemi bashkë sërish të martën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.